edhe elektorati VV-s, edhe njerëz që kanë votu lëvizje vetëvendosën, mbi ato ura kanë me kalu. Pra propozimet nuk janë propozime utopike, të parealizueshme. Nuk janë as buxhet, se më thonë milionsh. Aty ka propozime që me 10.000 euro mundën me umbulu. Edhe prandaj nuk e kuptoj këtë tendencën e dominimit, veç pse ka propozu dikush tjetër, ne e refuzojmë. Apo e konsiderojni që është edhe një lloj arrogancë, në thonjza, për shkak të shumicës parlamentare e cila realisht ekziston dhe gjitha ligjet mund të proceduan tutje? Të që argumentimi i tyre ka qenë që shumë shpejt do të rishikohet buxheti dhe këtë mund ta bëjmë edhe në rishikim. Edhe në të kaluar është premtuar rishikimi i buxhetit edhe nuk është bërë një amandament ku ne kemi propozuar që ka qenë, mendoj, më i rëndësishmi i Partisë Demokratike të Kosovës, ka qenë dyfishimi i këtyre parave që japen për mbrojtjen e krerët të UÇK-s, dhe argumentet se ne jemi në fund të procesit, po mendoj e tregojnë edhe për shfaqjen që një pjesë e madhe nuk e kanë edhe informacione për krejt procesin. Sepse procesi nuk përfundon me verdikt. Qoftë edhe nëse është verdikt lirues. Unë me këtë prokurori që kemi përcjell, ata do shkojnë në shkallën e dytë, dhe për shkallën e dytë prapë duhet me angazhu avokat. Mbile edhe më shumë edhe më të fortë. E shkojnë në shkallën e tretë. Pra